peshorja. Në anglisht, the low man of the totem pole, që në shqip përkthehet njeriu në fund të shtyllës, të kolonës, të asaj që quhet totem, është një idiom, një shprehje që i referohet personit që bën punët më të rëndomta, ose që në shkallën hierarkike është i fundit me pozicionin më të ulët. Por, është një metaforë e gabuar sipas meje, sepse totem janë shpikur nga fiset indiane që jetonin në origjinë në Amerikën veriperëndimore. Ishin ca shtylla të mbushura me figura dhe figura që ishte më poshtë e fundit, ishte ajo më e rëndësishme e fisit. Pra, the low man of the totem pole është paraardhësi më i rëndësishëm peshore. Burra, grua, qofsh, diçka të tillë parashikoj edhe në jetën tënde. Ndoshta ka një keq kuptim që duhet sqaruar. Ndoshta ai ose ajo që ke lënë në fund të totem të shtyllës, në të vërtetë është më e rëndësishme apo më e rëndësishme në jetën tënde dhe që në fakt duhet konsiderohet i pari apo e para? Qoftë njeri, qoftë projekt, është për tur i parë. Peshore, burra, grua, qofsh, ka ardhur momenti t'i rishohësh gjërat e t'i japësh përparësi diçkaje adekujt që deri më tash e ke lënë në plan të dytë, jo si fort të rëndësishme.